Konferenca ndërkombëtare në neuroshkencë Stroke Multimodal Endovascular mblodhi në Prishtinë ekspertë nga Franca, Shqipëria dhe Kosova për të shkëmbyer eksperienca mbi trajtimin e goditjeve cerebrale. E organizuar nga Spitali Amerikan, Shoqata Shqiptare Stroke dhe Shoqata Kosovare e Neurologjisë, konferenca u fokusua në metodat më të avancuara të trajtimit multimodal të insultit cerebral. Profesor Dr. Emanuel Hodart, shefi i njësisë së neuroradiologjisë intervencionuese në Spitalin Lariboisier në Paris dhe profesor Dr. Afrim Blyta, neuropsikiatër, theksuan rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar. Kjo është një pjesë e bashkëpunimit të cilin shpresoj të avijojmë për mirëqenien e atyre që kanë nevojë për këto trajtime. Kam parë disa studentë nga dhe ndoshta njëri prej tyre do mund të vinë në Francë për të trajnuar disa muaj në spitalin tim. Shpresoj që bashkëpunimi mes Kosovës dhe Francës të zhvillohet ashtu si dhe me Shqipërinë. Profesor Mentor Petrela nënvizoi nevojën që trajtimet mini-invazive të bëhen standarde edhe në Kosovë. Nuk mund të jemi më jashtë hapit kohës në këtë trajtime që hapet rruga për të gjithë shqiptarët me dy qendrat më të mirat performancës që është që KUK-ja dhe që SOT-ja dhe disa spitale tjera. Pjesë e konferencës ishte edhe diskutim interaktiv me raste klinike sfiduese nga eksperienca e profesor Hudar. Ky bashkëpunim synon të sjellë inovacione në trajtimin e insulteve cerebrale dhe të rrisë kapacitetet vendase. Konferenca u mbështet nga Terumo Neuro dhe AGS Corporation, dy kompani lidere në teknologjinë mjekësore.